Pas disa ditësh tensionesh të forta ushtarake në Gjirin Persik, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë rënë dakord të ndalojnë përkohësisht armiqësitë dhe të rikthehen në tryezën e bisedimeve për mosmarrveshjen lidhur me ngushticën strategjike të Hormuzit. Lajmi u bë i ditur nga një zyrtar amerikan, sipas të cilit të dyja palët do të vazhdojnë negociata teknike mbi një memorandum me 14 pika, të dakordsuar më 17 qershor. Marrëveshja parashikon pezullimin e veprimeve ushtarake dhe garantimin e lëvizjes së lirë të anijeve në një nga korridoret detare më të rëndësishme për furnizimin botëror me naftë. Sipas medias amerikane Axios, bisedimet pritet të rifillojnë të martën në Katar. Zhvillimi vjen pas disa ditësh për shkallëzimit të situatës. Kriza u ndes pasi një predh iraniane goditi një anije mallrash në ngushticën e Hormuzit. Washingtoni dhe Teherani akuzuan njëri tjetrin për shkeljen e armpushimit të përkohshëm, ndërsa përplasjet vazhduan edhe gjatë fundjavës. Forcat amerikane njoftuan se goditën sërish objektiva iraniane, vetëm pak orë pasi një cistern nafte u sulmua në ngushticë. Në përgjigje, Irani lëshoi raketa dhe dron drejt bazave ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, pas deklaratave të presidentit Donald Trump, i cili përsëriti kërcënimet ndaj Republikës Islamike. Sipas autoriteteve amerikane, nga sulmet nuk u raportuan viktima apo dëme të mëdha në radhët e forcave të SBA-s. Ndërkohë, tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta. Izraeli goditi objektivat e Hezbollahut në jug të Libanit, duke shtuar shqetësimet se konflikti mund të zgjerohet dhe të rrezikojë përpjekjet për ruajtjen e armpushimit. Reagimi i tregqeve ishte i menjëhershëm. Çmimi i naftës Brent u rrit me rreth 0.5% në tregqet aziatike, ndërsa investitorët vijojnë të ndjekin me vëmendje zhvillimet në ngushticën e Hormuzit, një rrugë detare jetike për tregtinë globale të energjisë.